Mimrama, ka shumë pyetje, ka shumë pikpyetje rreth asaj se çka e shpëton një shoqëri, në kuptimin çka ndjen një shoqëri nga një gjendje jo e mirë, qoftë sociale, qoftë politike, qoftë ekonomike, edhe vendosën një gjendje më të mirë. Ka që thonë i vetëmi shpëtim është kultura. Mi po ka dhe të atil që thonë që kush kishte kulturë më shumë se sa populli gjerman, po erdhe Hitleri. Për me folë për kulturën, për me folë për një dimenzion të rëndësisë asaj se si dalin shoqënit në breg, si dalin shoqënit nga një gjendje vështirë në një gjendje më të mirë, se si ato përparojnë mbi bazën e një komunikimi të shnosh, dhe një debati të sinqert dhe të mirëfillt. Këson të këtu në prizme e kam shkrimtarin Due Ukaj me cilin do diskutojnë për këtë pjesë, do diskutojnë për kulturën, për letërsinë, edhe këto dyja kur të bashkohen çka përdojnë pastaj të një shoqëri të një shteti i vogël siç është Kosova. Duhet mirë se erdhën prizma. Faleminderit tan, kënaqësi. A na shpëton kultura? Ndoshta nuk na shpëton, po nuk ka ardhmë tjetër në historinë njerëzore që mund përdoret më mirë për t'ia ndalë hovin skeqës se kultura. Empirikisht është provuar se kultura është arma ndoshta e vetme që njeriu ka në dorë për t'i humanizuar sjelljet e veta, për të shkull nga vetvetja ato pemë të këqija që shpeshherë mbillen përmes mekanizmave të ndryshëm të ideve të këqija. Kultura me dimensionet e saj të thella është ajo ana shpirtënore që njeriu e përndrit që ta kuptoj domethënien e jetës, që ta kuptoj tjetrin, që ta kuptoj më mirë rolin dhe rëndësinë e tij në një kohë, dhe që mund t'i lidh të kaluarën me të tashmen në funksion dhe në dobi të një të ardhme të mirë. Kultura, për mendimin tim, ka atë funksion që kanë, le të themi kështu me një gjuhë simbolike, shenjat e trafikut në një qytet madh. Nëse je në një qytet të stërmadh dhe nuk i asnjë shenjë trafiku, ti je i përhumbur. Nuk ke drejtim, nuk ke orientim. E kultura për një shoqëri e luan shpeshherë rolin e këtyre mekanizmave. Çka ndodh kur ki shenja po janë të vendosur na keq? Atëherë detyra e njerëzve të kulturës është që ato ti vendos në një vend ku duken, ku njerëzve ju bin sy dhe ku i orientojnë drejt rrugëve të mira, që ti lexojnë sjellje të këqija. Elioti, kë flet për kulturën, flet për një trashëgimi, gjithë po du me folë në kontekstin ton lokal, domethënë. Ky është një prej zotnive të mëdhej të kulturës botnore, një nobelist emblematik, njeriu që shkroi poezi me cilën i dha një shtytje të madhe modernizmit botnor, sidomos në hemisferën perëndimore ku jetojmë, gravitojmë ne, dhe na këshilloi se ne gjithmonë duhet të ndryshojmë duke kujtuar nga kemi ardhur ku jemi. Dhe esetet e tij për kulturën janë emblematike, sidomos ato kur flet për rëndësinë që ka kultura në jetën e njeriu, krahas një tryezë dhe një kuzhinë të pasur që duhet kemi, kultura është ajo që bën jetën të vlefshme, thoshte Elioti. Dhe Elioti kulturën e mendonte në kuptimin më të epërm të fjalës, jo vetëm si një regjistër aktivitetesh, po si një mënyrë jetese. Elioti është nga ato personalitete të cilat gjithmonë mund të udhëzojnë se si të kapërcehet një çrregullim shoqëror, një çrregullim sepse ne sot jetojmë në një lloj çrregullimi shoqëror. Kuptimin që duket sikur njeriu ynë i cili ka fituar lirinë në 99-ën, për njëherë është goditur nga një dyzim. Ato që psikologët e quajnë krizë të personalitetit, një dyzim.
Ne gjatë 25 viteve të lirisë në cilën kemi kaluar, jemi shpërfituar jashtëzakonisht shumë. Kemi lejuar që për brenda trupit ton të mbillen ide negative, ide të këqija. Kemi zhvendosën peshën e vlerave edhe të trashëguar edhe atyre që i kemi marrë si të vleshë përmes demokracisë në një periferi dhe kemi bërë një jetë kudërafsha mos vrafsha. Kjo logjik duket sikur ka krijuar një përmbysje. Dhe sot në këtë përmbysje ne shfaqim kriza të hutimit, të një hutimi i cili na pamundson që të dalim prej kësaj mjegulle, gjejmë një shtek dalje. Në mjegull nuk sheh asgjë. Dhe si dilët prej kësaj mjegulle? Qysh rrallohet mjegulla? Elioti flet për një trashëgimi kulturore, domethënë ku ti kthen kokën mrapa, edhe vjen deri ku je tani dhe qysh me ndërtu një të ardhme. Nëse kthejmë një kokën mrapa, çka shohim? Apo s'po dojmë e këthy mrapa? Unë besoj se ne jemi kështu viktimat të një kulture të madhe të thashëthemave që kemi të sajimit vërtetat pa qena, sidomos në rrafshin e politikës. E politika pastaj është mbi vendos krejt shoqërisë. Sidomos aspekteve që krijojnë një farë boshti korrizor në shoqëri, siç është sfera e dijes, e kulturës. Kultura ka mbetur në periferi të zhvillimeve dhe ajo çfarë dikur ne e njenim si kulturë në kohën të lidhjes shkrimtare të Kosovës që ishte ajo barriera që i ndalte hovin skeqës këto dhe të mendimtarëve të mëdhenj si Ibrahim Rugova që thoshte ata i kanë armët, ne i kemi fjalët. Ne sot jemi në një pështjelli të madhe, në një lëmsh të madh ku nuk dim a i kemi fjalët apo a i kemi ardhmë për të përmirësuar këtë realitet, sepse kemi mbjell ide të paqenat, pa vërteta për vetveten, domethënë që lidhen thellësisht lidhen me një lloj smundje kulturore. Në smundje kulturore, të një lloj dyzimi, të një lloj krize të personalitetit. Ne nuk jemi as europian, as jo europian. Ne nuk jemi. Ai bën që jemi hipokrit. Ka diçka breksoj, për shkak se nëse për shembull në dimensionin religioz, kur ti e bën formalitetin e besimtarit, je hipokrit. Kështu që a kemi bovesh që formalitetin e kulturës, ju thatë ma herët dimensionet formale, një meny kulturore, si cilmi, si vishmi, po jo për brendësim. Këtu është një prej të vërtetave. Për shembull, ne nuk e kemi kthjelluar asnjëherë si duhet raportin ton me të vërtetën historike. Për shembull, flasim me një patetizëm naiv për një bërç të madh që na ka Europa, ne. Historiografia jo nuk dit as sharaj cili është ai bërç i madh që na ka Europa ne. Kush ishim ne në ato realitetet në cilat ne kemi ndërtuar narrativë historike, shoqërore dhe politike, pastaj mikët. Po pikërisht, sepse kjo është një argument i paqen, një argument i sajuar, i cili në momente të caktuara dhe mund të ketë pasur kuptim, le të themi, mund të ketë pasur kuptim, por në realitetin sot me kur ne kemi sëndërtuar, kemi realizuar, gjithçka kemi dashur, ti kërkojmë Europës borxhe historike dhe mbi këtë të sajojmë argumentet të gjithfarshme që nuk i shërbejnë as ekzistencës shtetit ton, as kulturës ton, as identitetit ton, është një padrejti e madhe që ja bëjmë vetës dhe kjo pastaj krijon këtë hutimin e madh, këtë krizën identitare, këtë dyzimin e madh. Kush jemi ne? Cilët jemi ne në këto realitete dhe ka duam të shkojmë ne? Cila është dëshira e le të themi shoqërisë tonë? Kush jemi ne në këtë aktualitet? Atash, kush jemi ne? Do me thënë është njëra prej pyetjeve ndoshta më sfiduese, për çka kërkohet shumë analiza, shumë kohë, por unë shoqërinë tonë e shoh në një pozicion kritik historik. Një pozicion kritik historik, sepse
dëshira për të kriju një le të themi me ato fjalë që më pashëm që kemi pas pjesë të debatit ton identitet kosovar, duket sikur nuk na ka mjaftu, sepse nuk kemi mbrit të ndërtojmë një identitet as politik e as kulturor, jo, sepse ky në kuptimin çfarë njohim kulturën nuk ekziston. Dhe në këto çaraveshjet e mbrëmshme politike, ne e kemi humbur thelbin e asaj çfarë ishim dje. Kujtesa jon ka çrregullime, ka paqartësi. Kush ishim ne dje? Pse që ta dim ku ishim ne sot, du ta dim kush ishim ne dje. Ne ishim një entitet që jetonim në një federat me kufizime të mëdha, me një dëshirë që shkonte deri në zhuritje të mbrëmshme për të kërku vetveten e humbur në histori. Vetvetja humbur në histori ishte lidhja me një identitet lashtë, dardan, arbënor, lidhja me një Shqipëri të cunguar, në sajt të këtyre kujtimeve historike ne kemi ndërtuar një platformë historike e cilën e kanë krijuar njerëzit e kulturës. Domethënë, ndoshta është e udhës që ta rikthejmë kujtesën tonë se dy platformat kryesore të historisë tonë kulturore kanë krijuar njerëzit e kulturës, Rilindjen Kombëtare që ka prodhuar shtetin shqiptar dhe lëvizjen për pavarësi, demokraci që ka prodhuar Lidhja Shkrimtarëve në krye me Ibrahim Rëgovën. Të dyja janë lëvizjet të njerëzve të kulturës. Dhe tani sidomos vitet fundit duket sikur ne kemi harruar nga kemi ardhur. Dhe kjo harresë, nëse nuk është e qëllimshme, sepse mund të jetë edhe e qëllimshme, por të jetë e nxitur nga një dëshirë huaj që të na pengoj, sepse të tjerë s'kan dëshirë që ne të ecim drejt. Kur po flisni për një vetharresë, për një të kalume, shpeshherë më tingëllon që ne jemi bërë disi pengi të kalumës. Pengi disa historive të kalumës. E përmendet këtë borgjin që ne ka Europa, dhe më thonë, të cilin në çlirimin tonë dhe në lirin tonë, në pavarësin tonë, veç e lajtën një borgj, po jo të tërin, dhe më thonë. A mos ne do ta rishikojmë pak edhe ti rishikojmë edhe këto pengjet tona që i kemi kriju, domethënë. Ta rishikojmë për shkak se në historinë e botës moderne në fund shekullit 20 jemi bërë shtet kur s'ka pa ëndër kërkush. E vërtet, unë mendoj që është detyrë, është në ndërgjegjen e njerëzve sidomos të kulturës, të historisë, të mendimit human shoqëror që të korrektoj, të bëhet një vetë korrigjues i të gjitha atyre paqartësive që kemi në raport me të kaluarën, që të vërteta t'i emërtojmë ashtu siç janë, ti mos i kamuflojmë, sepse këto pastaj përcillen me pasoja për breznin tonë, e sidomos me pasoja për breznit e ardhshme të cilat në vend që të punojnë, të ndërtojnë, të krijojnë, duhet merren me problemet që ju lejmë ne. Ne kemi pengje të tona, të cilës jemi sqaru kur, domethënë sqaru kur. As në raport me Perandorin Osmani, as në raport me zhvillimet e mëvonshme që na karakterizuan. Dhe harrojmë se ne dolem për Perandorin Osmani të dërmuar, pa shkolla, pa institucione, dolem si një shoqëri pothuajse amorfe, pa elita, sidomos pjesa e Kosovës. Këto ditë po lexoja Lazar Shantoj, një intelektual shumë madh, i cili përmendte një dhënë interesante mes dy luftrave. Mbi 300 studenta atko ishin në për universitetet e huaja që studionin në Shqipërisë, krahas elitës të rëndësishme që kishte me një përqendrim në Shkodër, atë franciskanizmin shqiptar që ishte bërë një paradigmë kulturore dhe kjo është para zogut. Kurse ne në ato rrethona thuajse ishim shoqëni inekzistente në termat politike dhe në termat kulturore, sepse ishim pa shkolla, pa elita, pa arsim, pa asgjë.
Dhe hovi I madh që ndodhi vitet 80-ta. Vitet 80-ta u kapitalizu me shtetin e Kosovës. Një prej arritjeve të mëdha historike të Kosovës. Pse nuk na ka kënaq kjo mjaftueshëm? Kjo është pyetja. Pse nuk kemi të lumtur me këtë arritje historike? Është arritja më e madhe historike dhe është njëri. A kemi diçka në ndërtimin ton që nuk kënaqemi, nuk apo mund të jetë Kadareja e shpjegon në mënyrë tronditse fenomenin e mohsave. Te libri I tij përmendimin të monumentale dhe prej një librave më të rëndësishëm të shkruar ndonjëherë në historinë tonë për raportet e Shqipërisë me vetveten dhe shqiptarit me vetveten. Ai I trajton me një mpretësi të jashtëzakonshme këto elemente që po I bisedojmë ne dhe këtë raportin tonë negativ me vetveten, me lirinë tonë. E ne bëhemi shpeshherë mosa të historisë, kemi dëshira të çuditura që mund të jenë edhe me një tip çrregullimi në personalitetin tonë. Çrregullimit të personalitetin tonë, një tip të dyzimit identitar. Po përmeni çrregullimin e personalitetit. Po e zgjerojmë qoftë edhe në kuptimin e simbolikës çrregullimit personalitetit shoqëror, se s'dia mund të ketë të tillë, po sikur tash Jungu diçka flet për këtë pjesë, a është kjo që liria na çroditi për shkak se nuk ishim përgatitur për të, demokracia, fjala e lirë, shprehja e lirë, mundësia për me thonë ata që je kanë ndrydhur për shumë kohë, qoftë për shkak strukturës të brendshme shoqërore, qoftë për shkak ndrydhjeve të jashtme. Po, janë gjitha këto nga pak, po besoj se një prej aspekteve negative këto është edhe pamundësia që t'i japim rol të rëndësishëm arsimimit në jetën tonë, në formimin tonë. Arsimi ynë çalon shumë. Me thënë, shkollat tona çalojnë shumë. Shkollat tona nuk janë ato mjediset ku bëjnë nxitje të mëdha intelektuale, krijuese, ku debatojnë ide të mëdha, kanë qenë një farë mënyre mekanizëm për të mirëmbajtur një tip modest shkollimit dhe nuk kanë kriju ide të mëdha. Ide të mëdha janë ato që pastaj shoqërive ju krijojnë edhe dëshira të mëdha, vizione të mëdha, besime të mëdha. Megjithëse ka kaluar koha e ideve të mëdha. Jo, nuk besoj që sepse njerëz janë të prirur për ide të mëdha, ajo dëshira e Babelit për ndërtuar kullën e madhe gjithmonë ekziston. S'është Kafka në gjitha harqet njerëzore ka dëshira të tilla, që njerëz të lartësohen, njerëz të zgjerojnë kufit e të vërtetave që I jetojnë dhe ato që I kanë trashëguar, dhe të hapin horizonte të reja për vetveten, për breznitë e reja, për të kuptuar më shumë, për të përjetuar më shumë, për të ecë përtej. Domethënë kjo është njëra prej dëshirave natyrale të ekzistencës njerëzore dhe si e tillë besoj që jeton në çdo shoqëri. Po çështja është ku ishte huqja jonë me lirinë si koncept. Ku ishte? Unë besoj se kjo mund të lidhet me dy tema. E para është raporti ynë me identitetin. Kush jemi ne? Ato që e thash pak më herët. Ne nuk kemi dëshirë ta trajtojmë këtë si duhet. Ne nuk duhet të jemi pro-europian, siç tingëllon shpesh në diskursin tonë përditshëm. Ne duhet të jemi europian. Ne jemi europian. Identiteti ynë është europian. Ka që nuk e thonë të tillë. Po këto pastaj krijojnë këto çaraveshjet tona, këto dyzimet tona. E dyzimet pastaj thotë Freudi dikon krijojnë çrregullimin e personalitetit e njeriu, domethënë. Dhe çrregullimet pastaj nuk të lejojnë të kërkosh rrugën e duhur për të ecë drejt një synimi. Sikur ne që jemi trullosur tani dhe sajojmë për ditë diskurset pa qena. Për shembull, imagjinoj një shoqëri që vitet tona nuk mbrin ta sqaroj cili është raporti ynë me një pjesë të popullsisë që jeton këto që quhen serb dhe veri. Nuk është aq problem I madh kjo sa do të thënë është një zgjatim I problemeve tona. Unë besoj që këto janë pasojë
e problemeve të paqena që ne I sajojmë Prishtinë herë për të mjelat lopën patriotike, si së është Krist Maloki për politikant primitiv shqiptarë, herë për të justifikuar paaftësinë tonë për të bërë punë të mira për vendin, se ne askush nuk na pengon që të heqim bërllokun, të ndërtojmë rrugë të reja, ndërtojmë spitalet bukra, pse s'kemi mujt. Ka një problem politik të zonë që Serbia intervenon, krijon probleme të serbët lokale në Kosovë, nuk I di sa është kjo, po spaku politik është kjo thuhet. Edhe ka një raport të shqiptarit Kosovës, në raport me serbë që megjithatë janë si një mishë I egër në shoqërinë kosovare. Qysh mundet më u trajtu ky fenomen ta zam për një kondit shkrimtari, domethënë mu pëlqen që të mendoj edhe besoj se ajo që unë e quaj filozofia e Rugovës, që ne e quajmë shkollë e Rugovës, për të kuptu raportet tona me të tjetrin, me Serbinë, këtë rast është rruga më e duhur për të kaluar këto. Ai në krejt ligjërimin e tij politik ushqente diskursin publik me dashuri për vetveten, për ekzistencën tonë dhe me mos kemi dashuri shumë të madhe për vetveten, e si jem të hipotje. Përkundrazi. Ne barriera kemi, shumë barriera të mëdha ndërmjet njëri tjetrit dhe gjuhën e përdorim për të kriju barriera, jo për të heqë barriera. E patëm me liotin dhe kulturën, kadareja letërsia, modeli. Cili është modeli intelektualit sot? Shekullin 20 ka karakterizu modeli intelektualit të paraqitur prej Jean-Paul Sartrit. Tash, me gjas modeli I intelektualit sot është një model tjetër. Kur e shoh kadaren besot që nuk është ma, sepse vërtet ishte dhe vazhdon të jetë pesha lëndore të është jetës veprës ti në ekzistencën time dhe besoj në ekzistencën kulturore të shqiptarëve e madhe, e pakrahasueshme. Kur shohim personalitetet tilla ne duket sikur themi shumë çka. Kur themi kadare themi shumë çka, themi një peshë të përbotshme të ekzistencës gjuhës shqipe, të kulturës shqiptare, të identitetit shqiptar, të mitologjisë shqiptare. Flasim për krejt ato tmerrimet shpirtërore në për cilat ka kaluar historia jonë, sidomos pas ardhes Osmanëve, cilat Kadareja I trajton mjaft shumë në veprën e vet, e sidomos për periudhën e rand të komunizmit ku ky jetonte. Shembujt e intelektualëve të tillë, krijuesve të tillë, janë ata që përkundër shtypjes që mund të bëj politika, ata ju japin njerëzve një pamje tjetër. Dhe të shikosh botën përmes syve të kulturës, të librit, të artit, është mënyra më e mirë për të kuptuar të vërtetën. Për të kuptuar të vërtetën edhe në raport me trashëgiminë, edhe në raport me ekzistencën në kohën reale, por edhe për të projektuar një lloj vizioni për të ardhmen. Dhe intelektualët e kanë duhet ta ndjejnë si përgjithësi që gjithmonë të janë vërtet. Të janë vërtet dhe të janë vërtet në ato që mendojnë, që thojnë, natyrisht. Folim pak më herët për hipokrizin, po du dalë të marrë shkas prej asaj që thotë si me në pyetje. Për një shkrimtar, për letërsinë e Kosovës, për një letërsinë në Shqipe, qysh do të ndërtohej një tregim, një novel, një roman I aktualitetit shoqëror kosovar sot? Kam frikë se ngjasen shumë në pallatin e ëndrave të Kadares, se ka shumë zybësi, ka shumë mjekullnaj, ka shumë paqartësi, ka ngritje në hierarkinë e pushtetit të njerëzve pa merit, të aty në shumë nabulve që shkojnë atje lartë duke shkaktuar dëme të tmerrshme shoqërore. Dhe
duket sikur distopia është rikthyer në Kosovë. Ne po sfidohemi me një pushtet i cili ka ambicie që të vërtetat ideologjike ti absolutizoj si të vërteta popullore. Që në diskurse totalitare. Janë diskurse totalitare, nëse një parti, nëse një politikan flet gjithmonë në emër të këtyre diskurse dhe rëmben të vërtetën për historinë, për të drejtësinë, për trashëgiminë, për të kaluarën, për të ardhmen, këto janë diskurse totalitare. Dhe në Kosovë ka elemente të këtyre diskurseve, sidomos në këto vitet e fundit, ka elemente të mjaftueshme që të bëjnë të friksohesh përballë ambicieve. Sa janë këto diskurse që po i quhni ju subversive në shoqëri? Po janë, natyrisht që janë, sepse ato mbërrin me infektu, me infektu krejt trupin shoqëror, siç ka ndodhur për herë në mjedise ku këto ide janë mbjell e ku pastaj ka ekzistuar një dëshirë që deri në fund të realizohen. Realizimi i tyre gjithmonë ka shkaktuar makth shoqëror. Dhe makthi shoqëror nuk mund të jetë vetëm humbja e lirisë në kuptimin e parë të termit. Po liria është edhe një dimension imanent shpirtëror, kur ti ke dëshirë të jesh vetvetja, kur ti ke dëshirë të mos përngjash, kur ti ke dëshirë të mos ecësh në një drejtim, kur ti ke dëshirë që të kontestosh fuqinë e një subjekti politik, e një qeverie, kur ti ke dëshirë të dalsh përmes një tregimi në rrugë dhe të thuash se ky është kufiri ku cenohet liria ime, liria e tjerëve, liria e bashkëqytetarëve të vendit tim. Konkretisht e vitet e Kosovës, Blerim Shalja quan si kryevepra e fund shekullit 20, çlirimi i Kosovës, pastaj shteti i Kosovës. Kemi pas momente shumë më të vështira, ata ishte apartheidi viteve të 90-ta, ku këtu ishin përmbi 50.000 forca të rregullta ushtarake me të gjitha pajisjet mbrapa të shtetit serb, dhe ne ishim edhe të gatshëm, po ishim edhe të ditur deri në atë pikë sa që ta luftonim. Pse sot jo? Ka një mendim të mirë njohur në debatet kulturore, filozofike, që shoqëritë kur janë të kërcënuara kanosën nga një armik i jashtëm, din përbashkohen ma lehtë. Në kushte lirie din të ndahen. Megjithatë kjo pjesa e parë është goxha gjendje natyrore. Natyrisht, po. Në kushte lirie është zërt shoqëria të jetojë e përbashkuar si duhet. Prandaj na duhet kultura, sepse kultura krijon kohezion. Kultura krijon mundësi që sepse të vërtetat janë të vlefshme për gjithë. Për me bë më të prekshme. Kush janë ata që e marrojnë kulturën? Janë njerëz të artit, shkrimtarët, janë ata që krijojnë vepra të bukura me cilat, siç thoshte, e bukura mund ta shpëtoj botën. Thoshte Dostojevski dhe këta shkrimtarë, këta kulturologë, këta përveç që disa i kemi pa që janë militant partijak shumë zëshëm. Ka mundësi që kështu rendja e tërbuar për të nxënë atë kohën e humbur pas lirisë e ka zhvendos në periferi rolin e njeriu të kulturës. Kultura e Kosovës është mjaftueshëm e mirë që të mund të ushqet, të mund të begatoj tërezën tonë shpirtërore. Çështja është pse ka një shpërfillje ndaj saj. Ka një shpërfillje. Shpesher, për shembull, në rastis të bisedojmë për shembull me një galdim zemre për ta zonë periudhën e viteve 80, shkëlqimin që japim ne kulturës së asaj kohe. Në fakt,
ajo që prodhohet sot në kulturën e Kosovës nuk është asgjë mangut asaj. Në shumë pikpamje mund të jetë edhe më avancuar se kulturë. Po pse s'është më pak? Sepse thash mund të jetë, më thënë, ndoshta edhe kjo dëshira për spektakël. Spektakli në gjitha pikpamjet i ka zënë hapësirën mendimit racional, mendimit që buron nga dëshira për të evolu nga dalë. Me thënë, ne joshemi pas spektakleve që na përmbushin një qas dhe nuk kemi ndoshta dëshirën që të kredhemi në një botë të madhe të lexojmë. Për shembull, libri kërkon një farë stërvitje kulturore që punosh me të, që të futesh në botën e tij, që të ecësh me të, që të lartësohesh bashkë me të. Kosova sotme nuk i ka dhënë vend, Kosova politike, sidomos nuk i ka dhënë vendin dur njeriut që krijon vepra të bukura. Dhe gjitha pikpamjet, të teatrit, muzikës, të letërsisë. Dikush ta zëm këtë rasti që përmendet politika që me ta dhënë vendin, apo thjesht dosh me fitu nëpërmes punëve të mira, nëpërmes angazhimit. Unë besoj se shkrimtarët, po flas tash për shkrimtarët dhe artistët, e kanë vendin e tyre. Do të thënë, ata krijojnë vepra tyre dhe ato janë ekzistenca e identitetit të ri të Kosovës. Janë paradigmat themelore që e krijojnë këtë shpirtin e ri të Kosovës sot. Nuk mund të jetë përtej tyre, por çështja është pse nuk dëgjohet zëri tyre mjaftueshëm, lidhet me siguri me mosdëshirën e politikës që të ketë një alternativë, sepse arti është një alternativë e të mendurit për gjitha çështjet. Edhe në politikës, edhe të fuqisë pushtetit, edhe të fuqisë ekonomike, edhe të fuqive tjera. Dhe zakonisht pushtetet e cekta, pushtetet ideologjike, nuk kanë dëshirë që këto alternativa dëgjohen, kanë dëshirë që këto alternativa t'jenë dikun, por të mos kenë zë përfaqësues në shoqëni, të mos jenë pjesëmarrëse në përditshmërinë politike, përditshmërinë e diskursit politik, dhe të mos ndihet sa duhet kjo alternativë. Në fakt, ne në këtë fush mund të themi se ka bërë një huqe edhe arsimi, i cili nuk kam rrit përmbush sa duhet misionin e vetë. Arsimi është edhe misionar, nuk është vetëm një profesion për të marrë një rrogë, është një tip misioni në shoqëni. Që është ndryshohet, se kam pas të ftuar të ndryshëm këtu dhe ku temë diskutimi edhe në këtë studio, po vazhdimisht shoqërinë në gjitha mediat flitet për arsimin, për një arsim të dopt, për një arsim që nuk mund të dalë në sipërfaqe. Ç'është ndryshohet kjo? Besoj se duhet të ndryshohet përmes politikave shtetërore. A mos kemi ende ajo ku e humbur që po thoni ju, a mos kemi ende një vizion ideal për arsimin? Nuk e di, po unë besoj se politikat shtetërore duhet ndryshojnë në raport me arsimin dhe me kulturën. Kultura nuk mirëmbahet përmes subvencioneve sociale. Nuk krijon hierarki të vlera përmes sociale. Ne për shembull nuk kemi një shkrimtar i cili mund të jetojë në Kosovë prej punës vetë krijuese, ndërkohë që shoqëria prej punës krijuese përfiton shumë. Ky është një raport problematik në shoqëri. Pse çka u bë që në Kosovë një shkrimtar, një artist, nuk shihet kush e di çfarë, nuk është një farë modeli që duhet ndjekur, një njeri që lexon, një njeri që shkruan, një njeri që pikturon, e shohim sikur ai bën e humb kohën kot. Nuk e di, mund të jetë lidhur me atë që thash dëshirën për spektakle. Domethënë ka një mësuesi sot nuk është model, profesori nuk është model. Janë spektaklet televizive të shumta, madje edhe spektaklet politike. Ne për fat keq i kemi kthyer njerëz që
kanë përgjithësi politike për të rregulluar respublikana, i kemi kthy në figura të përgjithshme të spektaklit. Ata më shumë kanë tipare të spektaklit dhe spektaklive çfarë një bota, më thënë, nuk duken politikan të veshur me pushtet për të kryer detyra, për të çu përpara një program politik, një mision politik, një vizion politik, por si njerëz të veshur me famë për shkak të fuqisë që jep media, televizioni, rendja njerëzve pas tyre dhe mundësia që ata kanë që të krijojnë cervel për shkak të gjendjes rënd që ka shoqënia dhe ata e lexojnë këta me lehtësi. Që shkrijon çato modele, pavarësisht politikës, ndikimit politik, që shkrijon çato modele ku shoqënia i njeh, ku të ri të rejat i njeh. Ndoshta duhet fillojmë këtu në Kosovë, se po flasim se ka një manual. Ndoshta duhet fillojmë prej cikleve të ulta, duhet që ta nxisim dëshirën për lexim qysh në shkollat fillore. Ta nxisim nevojën për lexim, ta shtjellojmë sa më shumë peshën që ka kultura në jetën e një shoqërie, në jetën e një njeriu, që kultura kthehemi te Elioti e pasuron tryezën tonë dhe e bën jetën të vlefshme. Do t'ju mësojmë fëmijëve se kjo është një alternativë shëndetëdhënëse për ta. Shëndetëdhënëse në gjitha pikpamjet, i ndihmon që të forcojnë imunitetin e tyre, që të kuptojnë domethënien e jetës më mirë, që të kuptojnë sfidat me të cilat ballafaqohen, që të mund të zgjerojnë kufitet mendurit për fenomene në të cilat jetojnë, për të ecë përpara. Dhe krejt historia e popullit shqiptar në farë mënyrë është një përpjekje kalvari që të edukohemi. Është një përpjekje kalvari që të edukohemi dhe krahas kësaj përpjekje kalvari për edukim ka qenë një dëshirë e përhershme që të kthehemi dhe të bëhemi pjesë e familjes europiane. Me thënë, këto janë ndoshta dy dëshirat që mund të quhen strumbullare të cilës ka gravituar ekzistenca jonë. Ne kemi pas kur mesin veç dëshira krijohen boshllëqe. Kur realizohen krijohen nivele të tjera. Realizuar Kosova kur në historinë e vet prej betejës Kosovës deri sot nuk ka qenë më mirë. Domethënë këtë duhet ta themi. Dhe Kosova në asnjë periudhë nuk ka qenë më zhvilluar. Me thënë, nuk kemi një argument historik të provuar që provon një gjë të tillë. Dhe ne flasim që këto sfida, sepse shënit kanë sfida, njerëz kanë sfida, vetë ekzistenca është sfidë. Dhe vetë fakti që ne flasim për të temat nënkupton që kemi nevojë që t'i sqarojmë, me thënë, sepse as liria, as toleranca, as shteti nuk janë gjendje statike, janë gjendje që për herë duhet të mërbohen, duhet të ushqehen me vlera të bukura dhe në këto aspekte ne duhet mundohemi sa më shumë që të ushqejmë me ato anë pozitive me të cilat ka nevojë të mirëmbohet organizmi i një shoqënie. Faleminderit shumë që ishim Prizma. Kënaqësi. Shumë faleminderit.